أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falënderimet të kanë Allahu xhalla xhelaluhu, salatat selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me ligjëratën e djeshmit rreth Isras dhe Mirajit, udhëtimit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani prej Mekke në Beitul Maqdis dhe prej aty në ngritjen e tij në 7 qejt e Allah subhanahu wa taala deri në takimin me Allahun xhalla xhelaluhu. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thumma udkhiltu al-jannata fa idha fiha habayilu al-lu'lu'i wa idha turabuha misk." Tha pastaj, pasi që i kaloi 7 qej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përmendëm dje pjesën e fundit selamin, përshëndetjen e Ibrahimit a.s. për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tha: "O Muhammed, bani selam umetit tan prej meje, se xhenneti e ka tokën e mirë dhe të mbjellurat e xhennetit e ka tokën e mirë, e ka ujin e shishëm dhe toka e xhennetit është tokë pjellore. E të mbjellurat e xhennetit janë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar." Do më thonë, toka e xhennetit mbjellet, përgatitet në xhennet me tesbih, me punë të mira që na i bëjmë prej kësaj bote. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "U futa në xhennet, më futën në xhennet. E aty pash kube të mdhaja prej diamanti, wa idha turabuha misk, dhe pash se toka dheu i xhennetit ishte prej miskut, wa idha ana bi anharin min ma'in ghayri asin, pash lumej prej uji të qiltër, të paturbulluar, wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muh, pash lumej prej qumshtit që nuk është ndryshu shija, wa anharin min khamrin ladhatin lisharibin, pash lumej prej vere e cila është e këndshme për pisit, wa anharin min asalin musaffa, dhe pash lumej prej mjalte të pasta, të kulluar, wa idha rummanuha ka'annaha dilla'u 'idhama, pash në xhennet shega të mëdhaja, wa idha ana bi tayrin kal bukhati hadhihi, pash zoq të mëdhaj shumë. فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه: إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabëve dhe i tha: "Me të vërtetë Allahu ka përgatitur për robërit e tij të mirë atë çka syni s'e ka pa, veshi nuk e ka ndëgju, e as që i shkon mendje njeriu." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shkon në transmetim nga Imam Ahmedi, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ka thënë: "Leylata usriya bi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-janna fa sami'a fi janibiha wajsan qala ya Jibril ma hadha qala hadha Bilal yu'adhdhinu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina jaa ila an-nas qad aflaha Bilal."
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është fut në xhennet e ka ndinë një za. Dhe i ka thënë Xhibril alayhis salam, çka është ky za? Ka thënë, ky është zani i Bilalit, muezinit tan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur pastaj në Mekë, kur ka ardhur pastaj në tokë, u ka thënë sahabeve, qad aflaha Bilal, me vërtet ka shpëtu Bilali. Dhe Imam Buhariu dhe Muslimi transmeton hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fi al-islam manfa'atan fa inni sami'tu al-laylata khashafan 'alayka bayna yadayya fi al-janna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Bilalit, o Bilal, ma kallëzo punën më të mirë që ke bën Islam e që ka bë dobi, e cila është shumë e dobishme. Për shkak se unë sonte e kam dëgju lëvizjet e nallëve tua para meje në xhennet. Tha Bilali radiallahu anhu, ja Rasulallah, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfa'atan, s'kam bën një vepër më të mirë, më të dobishme tek unë në Islam, min anni la atatahharu طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. Thot, vetëm se nuk ndodh që unë të pastrohem me pastrim të plot në çfarëdo kohe, natën apo ditën, vetëm se pas këtij pastrimi unë fali namaz atë sa e ka bë Allahu kader me fal prej namazit. Kanë thënë dietarët, prej dobive të hadithit të Bilalit radhiyallahu anhu është rëndësia që besimtari të jetë i vazhdueshëm në veprat e mira. Pra Bilali pavarësisht ditën apo natën, kur i ka ndodhur që të pastrohet me pastrim të plot, i ka fal 2, 4, 6, sa ka pas mundësi me fal prej namazit. Pastaj prej dobive tjera, sualu salihin amma yahdihimullahu lahu min al-a'mal as-salihah. Me ju pyet njerëz të mirë. Me ju pyet njerëz të mirë për punët e mira që Allahu ua ka mundsuar atyre me i bë, me shpresë që mund nxit në punë të mira. Prej dobive tjera është se hoxha apo dietari interesohet për nxënësit e tij. Pra i merr në pyetje nxënësit e vet, për gjendjen e tyre, për mësimin e tyre, për adhurimin e tyre, për devotshmërinë e tyre. Edhe kështu me radhë që ka qenë gjendja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Bilalin në këtë rast, dhe kësi raste kemi shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për dobive tjera është se xhenneti për momentin ekziston dhe xhehenemi për momentin tash ekziston. Dhe kjo është besimi i Ehlusunnetit dhe xhamatit. Se Allahu xhël xhelalu tash për tash është duke përgatitur xhennetin edhe xhehenemin. Xheneti për besimtarët, Allahu na bëf prej tyre, xhehenemi për besimtarët dhe mëkatarët që meritojnë dënimin e Allahut, Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma rufi'a li al-baytu al-ma'mur thumma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. فأخذت الذي فيه اللبن فشربته فقيل لي هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. Tha pejgamberi sallallahu pastaj u ngrita në Beitul Ma'mur dhe mu dha mua një tas, një gotë prej vere, një gotë prej qumshti dhe një gotë prej mjalte. فأخذت الذي فيه اللبن, dhe mora gotën e cila kishte qumsht dhe e pita. Mu tha mua, kjo është natyrshmëria të cilën je ti dhe në këtë natyrshmëri është edhe ummeti jot. Thumma intalaqa Jibrilu bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fawqa as-samawati as-sab'i hatta intaha bihi ila sidrati al-muntaha. Thot pastaj Jibril alayhis salam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u ngjit mbi 7 kat qiell derisa mbaroi në sidratul muntaha. Mbaroi te fundi, te qoshi. Muntaha, në fund. Ka thënë dietarët, është transmetuar nga hadith nga Abdullah Mes'ud radhiyallahu anhu se sidratul muntaha është në qiellin e 6. Kurse këtu pejgamberi sa thot mbi 7 kat qiell. Dhe këtu vijnë kundërshtim dy hadithet, apo.
E ka thënë dietarët, bashkimi i këtyre dy haditheve është se pema është në qiellin e 6, mirë po degët i arrin mbi 7 kat të qiellve. Mbi 7 kat të qiellve, ku ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thumma rufi'tu ila sidratil muntaha fa idha nabuquha ka'annahu qilalu hajar wa waraqaha ka'annahu adhanul fiyala wa ghashiyaha alwanun la adri ma hi fama ahadun min khalqi llahi yastati'u an yasifaha min husniha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj u ngrita deri te sidratul muntaha dhe i shoh frytet e saja ka'annaha qilalu hajar. Qilalu hajar janë kofe, bure që janë përdorur tek arabët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur këtë fjalë që me ja para afrue se sa të mëdha janë frytet e pemës sidra mbi 7 kat qiell. Do të thonë frytet e saj janë shumë të mëdha. Gjethet e saj janë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë shembull sikur vesht e elefantit. Se ndi më i madh prej gjallënese çka është elefanti, sikur vesht e elefantit. Do të thonë me gjethet e mëdha dhe me fryte të mëdha. Thot wa ghashiyaha alwanun la adri ma hi. Thot ju ndryshonin ngjyrat kësaj peme, nuk e di çka, çysh. Thot sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë prej krijesave të Allahut që mundet me e përshkru bukurinë e saj. S'ka. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka ditë çysh me përshkruajt bukurinë e kësaj peme. Fa qala Jibrilu alayhi salam, tha Jibril alayhi salam, hadhihi sidratul muntaha, kjo është sidratul muntaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idha arba'atu anharin nahrani batinani wa nahrani zahirani, fa qultu ma hadha ya Jibril? Qala amma al-batinani fa nahrani fi al-janna wa amma al-zahirani fa an-nilu wal-furatu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i pash 4 lumej, 2 të dukshëm dhe 2 të padukshëm. E i tha Jibril alayhis salam, çka janë këta lumej? Tha, këta të padukshmit janë 2 lumej në xhennet. Të padukshmit të fshehtë. Kurse këto 2 të dukshmit janë Nili edhe Furati. Lumi Nil në Egjipt edhe lumi Eufrat, i cili buron prej Turqi, në për Siri, në për Irak edhe deri poshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim e pa edhe një herë Jibril alayhis salam çysh e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. 2 herë e ka pa Jibril alayhis salam çysh ka kriju Allahu subhanahu wa taala. E përmendëm që Jibril alayhis salam është melaçja më e madhe që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe me autoritet më të lartë dhe me punën më të madhe, dhe ka qenë shpallja e shpallës krijonës Allah deri te transmetimi i shpallës krijonës Allah deri te pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Wa hunaka inda sidratil muntaha ra'a sallallahu alaihi wasallam Jibril ala surati allati khalaqahu Allahu alaiha. Atje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa Jibril alayhis salam në fotografin çysh e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Lahu 600 janah. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Tha Jibril alayhis salam i kishte 600 flatra. Një flatër e mblonte komplet hapësirën. E mblonte komplet hapësirën. Vetëm me një melaçe. Vetëm Jibril alayhis salam. Dhe na përmendëm dje paramendo. Në çdo ditë në Beitul Ma'mur futen 70.000 melaçe që s'kthehen asnjëherë. Dhe tham, paramendo tash për një javë, për 10 ditë, për një muaj, për një vjet, për 10 vjet, për 100 vjet, për 1000 vjet sa melaçe. E vizitojmë Beitul Ma'mur. Sa krijesat Allahu subhanahu wa taala. Që ka krijuar Allahu xhallahu prej dritës, që nuk i bëjnë mëkat Allahu subhanahu wa taala. Vetëm se i nështron asaj që i urdhënon Allahu subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kështu ti meditojna krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Kështu të mundojmë të shohim krijesat e Allahut subhanahu wa taala dhe kena me pa
madhështinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj obligashmëria e namazit. Në Sidratul Muntaha ndalet aty Xhibril alayhis salam. Beitul Ma'mur e kaplon një mjegull. Aty ndalet Xhibril alayhis salam i porulur prej madhështisë së Allahut subhanahu wa taala, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe ngritet nalt. Dhe prej këtu përpjet e ngrit Allahu subhanahu wa taala, derisa takohet me Allahun xhela xhelaluhu, dhe aty thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më shpalli atë fa auha Allahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan في كل يوم وليلة فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت. ثم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فوجده كالحلس البالي من خشية الله ثم غشيت تلك السدرة سحابة. Kjo pema është mbulu për një mjegulle. فتأخر جبريل عليه السلام. Dhe Jibril عليه السلام mbet aty. Thot, wa urija bir rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta wasala ila mustawa sami'a fihi sarif al-aqlam. Pra këtë pemë në mbulon një mjegull. Aty jetë vonohet, jetë lartë Xhibril alayhis salam. Dhe ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një gradë të lartë, saqë i ndëgjon zhurmat e lapsave duke shënuar. Zhurmat e lapsave duke shënuar. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa auha Allahu ilayya ma auha. Allahu më shpalli mua atë çka dashti me më shpall. Dhe më bani obligim 50 namaze në çdo ditë dhe natë. U ktheva dhe kalova për rreth Musait alayhis salam. Dhe më tha, çka të urdhnoi Allahu? Në një transmetim, ma faradallahu laka ala ummatik, çka të ka bë obligim Zoti jot për ummetin tënd? Faqala sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farada alaihim 50 salatan kull yawm. Ja ka bë obligim 50 namaze për ditë. Faqala alayhi salam, i tha Musa alayhi salam, irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Ktheu te Zoti jot edhe kërko lehtësim. Fa inna ummataka la yatiquna dhalik. Se ummeti jot s'kan mundësi me bo. Nuk kanë mundësi me bo këta. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak. Wallahi unë kam pas përvojë me njerëzit para teje. Wa alajtu bani Israila ashad al-mu'alaja. Dhe kam pas kontakt, kam pas punë me bani Israil, punë të madhe. Farji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa li ummatik. Ktheu te Zoti jot dhe kërko lehtësim për ummetin tan. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam. Thot farajatu ila rabbi fa hatta anni 5. Thot u ktheva te Zoti jam dhe Allahu më fshiu, më largoi 5 namaze. E i thas Musa alayhis salam më fshiu 5. فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. I ka thonë Musa islam, umeti jot soni fale 45, nuk mundet. Ktheu te Zoti jot dhe kërko lehtësim. Falam azal arji bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna Musa hatta qala Allahu azza wa jal ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa layla likulli salatin 10 fadhalika 50 salatan. Thot dhe vazhdova kështu të eci herta Allahu xhella xhelaluhu i lartë madhruar, herta Musai, herta Allah, herta Musai, derisa mbaroi në 5 namaze. E pastaj më tha Allahu subhanahu wa taala, o Muhammed, këto janë 5 namaze për çdo ditë dhe natë. Për çdo namaz janë ka 10. Fadhalika 50 salatan. Dhe këto janë 50 namaze. Do më thonë, kush i falë 5 kohë namaz, është sigur mi pas falë 5-10 kohë namaz. Wa men hemme bi hasene. Dhe kështu i tha Allah pejgamberi se stem tash. Dhe ai cili e ban nijet për një punë të mirë, synon me bën një punë të mirë, felem ya'malha, dhe nuk e vepron atë punë, kutibet lehu hasene, ati i shënohet një e mirë.
E ban niyet me bëni të mirë, po s'u e ban. I shënohet sikur me e bën një punë të mirë. Fa in amilaha kutibat lahu ashra. Në qofse e ban, Allahu ja 10 fishon shpërblimin, ja shkruan 10. Ai cili e ban niyet me bën një punë të keqe dhe nuk e ban, Allahu nuk ja shënon. Allahu akbar. Në qofse e ban, Allahu ja shënon një punë të keqe. Kjo është mëshira e Allahut ndaj neve, ndaj umetit pejgamberit s.a.s. Nëse ti e ban niyet me bën një punë të mirë dhe nuk mundesh me realizuar, te Allahu të shënohet një vepër e mirë, të shënohet një sevap. Çka na mëson neve kjo? Bani shumë niyete tash Ramazan. Bani shumë niyete të realta. Niyet të realt, që në realitet është në hapësirën tonë dhe në mundësinë tonë me realizuar. Bani niyet me i kry 2 hatme të Kur'anit. Bani niyet. Bani niyet me bë dhikr për ditë ka 1000 herë. Bani niyet me bë për ditë istighfar ka 1000 herë. Bani, domethënë është mundësinë tonë me bë. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bani niyet. Në qoftë se sun i realizon, një të shkruhet. Një të shkruhet. Qoftë se i realizon, herë 10. Kjo është shanca. Kjo është shanca me fitu knatësinë e Allahut subhanahu wa taala. E çka tha pastaj? Ai që ban niyet me bëu keq, edhe nuk e ban të keqën, Allahu hiç nuk e shënon. Allahu akbar. E nëse e ban të keqën, Allahu ja shënon vetëm një gabim, vetëm në një mëkat. Thot pastaj zbrita dhe mbarova deri te Musa alayhis salam dhe e informova. Më tha, ktheu te Zoti jot dhe kërko lehtësim. Edhe për 5 namaze. Edhe për 5 namaze, Musa sa më ka thonë, ktheu dhe kërko apet lehtësim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu min. Thot kam shku te Zoti jam kthy te Zoti jam derisa më merr marrëm, vjen marrëm me shku. Turprohem me shku, me kërku. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që eca nadani munadin, më thirr një thirs. Amdaytu faridati wa khaffaftu ala ibadi. E obligova, realizova obligimin që e kanë robt, edhe u lehtësova dhe u lehtësova umetit tim, dhe u lehtësova robëve të mi. Me çka është dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe umeti i tij në këtë natë? Kanë thënë dietar, hadith nga Imam Muslimi, nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë natë, në këtë udhim, ju kanë dhënë 3 gjëra. Utiya salawat al-khams. Ju është bë obligim 5 kohë namazit. Ju kanë shpall 2 ajetet e fundit të surës Baqara, Amana Rasuli. Ju kanë shpall këtë natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'a. Al-muqhimat. Thot dhe i janë fal umetit të tij, mëkatet përderisa ata nuk i bëjnë shirk diçka Allahu subhanahu wa taala. Pra në qoftë se ata nuk i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala, mëkatet e tjera u afal Allahu subhanahu wa taala. Ka polemik të dietar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e ka pa Allahun në këtë udhim apo nuk e ka pa? Në 2 mendime, në mendim të cilën e kryeson Aisha radhiyallahu anha, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa Allahun në këtë udhim. Dhe nuk e ka pa asnjëherë Allahun me sy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë mendim është Aisha radhiyallahu anha, dhe thot ai i cili thot se e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun, ka bo shpifi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mendimi i Aishës dhe një grupi të sahabëve, dhe mendimi tjetër është mendimi i cili transmetohet nga Ibn Abbasi, se ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Allahun subhanahu wa taala. Dhe Ibn Taymi dhe dietar të tjerë mundohen që me i bashku këto 2 mendime të dietarëve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Allahun me zemër dhe se ka pa me sy. Edhe pse fjala e Ibn Abbasit është e përgjithshme që aludon në atë se e ka pa edhe me sy Allahu edhe më smirti.
kthimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në Mekke, para se me dal sabahi. Thumma habata Jibril alayhi salam bir Rasul sallallahu alaihi wasallam min as-samawati ila al-Masjid al-Aqsa, thumma rakiba al-Buraq munsarifan ila Makkah bi suhbati Jibril alayhi salam, thumma ata Makkah qabla as-subh. Pastaj Jibril alayhi salam ka zbrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej mbi 7 kat qiell në Mesjid al-Aqsa, e kanë marrë, ka hyp në kafshën e quajtur Buraq, e cila ka qenë me madhësi më e madhe se gomari dhe pak më e vogël se mushka, thot, dhe janë nis me shoqërimin e Xhibrilit alayhis salam për në Mekke dhe kanë arrit para se me dal sabah. Domethënë para se me dal sabah kanë mri në Mekke. Dhe ky udhtim është bërë për një pjesë të natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u kthye për në Mekke, pa disa gjana. Dhe këto gjana ishin argument të cilët i shfrytëzoi kundër Mekelive. Megjithatë ata nuk i besuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot marartu bi'iri bani fulanin fa anfarahum hissu ad-dabati ay al-buraq. Fa nadda lahum ba'ira. Thot pejgamberi për të kthyer duke u kthyer për në Mekë, kam kalu rreth një karavanit të filan kabiles. Dhe një prej devit të tyre u largu. Fedalaltuhum alayhi, dhe u tragova kam me shku me ezan devën. Thot dhe unë isha i nis për në Sham. Pastaj thot në filan vendin jam taku filan karavanin. Në filan vendin kam taku filan karavanin dhe këtë karavan e udhëheqte një deve. Dhe ja cilëson për nësam devën, detal. I shef këto gjana pejgamberi se sem para se më ardhë në Mekke. E kur vjen në Mekke, takohet me mëngjes, takohet me Firaunin e këtij ummeti. Me Ebu Xhehlin. Dhe Ebu Xhehli në mënyrë të talljes i thot pejgamberit se sem, ja Muhammed, hel kane min shay. I thot o Muhammed, a ka diçka të re? A ki diçka me thamë? E tash, e kim parasysh tash këtë udhtim që e ka bo në një pjesë të natës pejgamberit se s'kem, duhet m'ja t'regu njerëzve. Para kësaj, ata e përgënjështrun, bënin hajgare, u tallnin me ta. Tash pejgamberit se s'kem duhet m'ardhë me t'regu diçka që logjika nuk e pranon. Që në një pjesë të natës me shku prej në Qabe, në Mesjid al-Aqsa, me kafshën Buraq, dhe pastaj prej aty, me Xhibril alayhis salam, me shku, me udhthu në qejt e Allahut, mbi 7 kat qiell. Krejt ka logjika nuk e pranon, dhe Allahu me këta i ka shtin sprov njerëzit. Dhe pat prej atyre që bën ridde, than krejt ama këta se besojnë. S'mundet kjo më bë. S'ka shansa kjo më ndodh. Dhe bën ridde, dolën prej feje. Ebu Xhehli, e tash pejgamberi se sem duhet më ardhë dhe më ja tregu këta njerëzve. Qysh më ja tregu këta njerëz? A ki po ndonjëherë na ndodh neve për ndonjë mesele të fesë Allahu subhanahu wa taala, për të cilën njerëzit janë shumë ignorant, si ja kanë idenë që kjo prej fejes, ti thua vetë qysh më i kallduar tash, qysh më ja shpjegoj këti, si harro këti kjo mesele, si harro logjika kjo mesele. Ama dush më ja shpjegua. Po se që është mesele e shirkut dhe kufrit që duhet patjetër me atë rregjë varreti. Që kam ja nisbe, se kapi këtë mesele. Më thonë është gjendje e rëndë, gjendje emocionale e rëndë, qysh më ja bë punës. Të nesërmën Ebu Xhehli thot, a ka diçka të re? Thot pejgamberi se i thash po. Kale mahu, i ka thonë Ebu Xhehli, çka? Thot, innehu usriye bi al-lejle. Thot, pejgamberi se sem, thot, sonte kam u thue. Sonte kam u thue. Kale, ila ejn, deri ku ki u thu? Thot, ila Bejtul Maqdis. Thot, ku mu thu prej në Qabe, në Bejtul Maqdis. Thumme asbahte bejnë dhahranina, i ka thonë Ebu Xhehli, ki u thu prej në Qabe, prej në Mekke, në Bejtul Maqdis, edhe ki orë këtu para neva, kultu nam, i thash po.
فلم يره أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. Abu Jahli s'ka dash me përgënjeshtru me njëherë se helbet kur takot me njerëzit po thot jo s'kom than edhe mos dale keq Abu Jahli i ka thon ara'ayta in da'awtu qawmaka atuhaddithuhum bima haddathani faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam na'am. Ai kuptoni Abu Jahli tash është të bëmë vetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe nuk e ka përgënjeshtru si ka thon jetu rrejt. Pse si ka thonë? Se kanë qenë veç ta dy. Thot, transmetuesi nuk i ka thonë kështu për shkak se helbet kur takohet me popullin, thot, haj kallxoj edhe këtyve çka më thaje mu, po i thot pejgamberi se s'm thon kur gjë. Është friksu për kësaj i ka thonë, çka thu me i thirr popullin, a ju kishë kallxuar edhe atyve? Thot, po i kishë kallxuar. Ka pas qeft t'je tregoj edhe atyve dhe këtu që nisi me bo hajgare me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. فقال أبو جهل لعنه الله فأبو جهل الله ملكوف هيا معشر بني كعب بن لؤي فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلس إليهم فقال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. I kam leth kejt Abu Jahli edhe i ka thonë pejgamberit sestem o Muhammed kallxoj shtashtyve çka më thave mua. Ju tha pejgamberit sestem sonte kam udhthua mbram kam udhthua deri ku tha deri në Bejtul Maqdis. Dhe pastaj kjo ardh para neve, i ka thonë, po. Fa dajja al-mushrikuna wa a'zamu dhalika fa sara ba'duhum yusaffiku wa ba'duhum yada'u yadahu ala ra'sihi ta'ajjuba. Ja kanë nis mushrik me potere. Dikush i ka vënë kryen durr në krye, dikush ka vërtit, dikush i ka mshu durrve, çka është u thonë kë. وكانت فتنة عظيما التد بعض من أسلم. Dhe kjo ishte fitne e madhe. Banën ridde disa që kishin pranuar Islamin. Dhe Allahu i shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth atyre që banën ridde. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dhe atë që na ta mundësum ty me pa, nuk e banëm diçka tjetër jashtë se fitne për Allah. Fitne. A ke besu ajo? Nuk më shë besu që ka ndodhë kjo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rasti Abu Bekrit. Tash gjendja syt me qenë një besimtar ka shin një informacioni që e bje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rasti Abu Bekrit. I thanë Abu Bekrit, a ki marrë vesh? A ke ndëgjua? Çka puna tha? Tha yaz'umu أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة. Thot ky dostijat auto pretendu se ka shku në Bejtul Maqdis, ka fal namaz edhe është kthye përsëri. Qala innakum tukadhibun alayhi faqalu bala ha huwa dhaka fi al-masjid yuhaddithu bihi an-nas. Qala Abu Bakr wallahi لئن كان قاله لقد صدق. Thot edhe ju jeni të përgjigjeshtru atë çka është të thonë ai. Ati thonë po more çën çao bësh ti kallzu njerëzve për këtë mohabet. Ato s'vëshin me përmendu se ndodh kjo, bënin hajgare dhe tallë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe tash po vin ta bindin u bekë dhe me ky shok jot, edhe me çka ka, edhe këta është të thonë. Abu Bekri tha, vallahi, në qoftë se e ka thonë çat fjalë, në vërtetë është. Wallahi, në qoftë se e ka thonë ai se ka shku, e vërtetë. فقالوا أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح. Edhe ti beson se ai ka shku për natën, gjatë natës në Bejtul Maqdis, edhe u ka kthy para se me dal sabaj. Qala na'am fama yu'jibukum min dhalik. Fa po unë besoj, çka pse habitni ju? Ato sa kuptoj që ti beson, ai e normal çka do folte. Abu Bekri u tha, unë i besoj me diçka shumë më të madhe, s'ka i besu kësaj. Unë i besoj që i bje shpallja, pim mbi 7 qiell këtune, e s'pe besoj që mund me shku te në Bejtul Maqdis. Kjo është punë shumë e madhe. Kjo është dorëzim total, ka shifallet Allah dhe fjallet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka na mëson neve? Neve na mëson shumë gjëra.
E para, kjo gjendje, ky hadith, kjo ngjarje nuk është diçka tjetër jashtë se vërtetim i fjalës, çetse kanë në një ligjërata, vërtetim i fjalës së Waraqat ibn Nawfal, që ja tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në fillim të pejgamberisë. I tha, mjeri on, si kur të kisha qenë i ri me të ndihmu, kur tjerë kanë me të luftu, kanë me të kundërshtu, kanë me të përzanë. Pejgamberi se më tha, ani me kanë me të përzanë, ani me kanë me luftua. I tha, Waraqat ibn Nawfal, ma jaa ahadun bi mithli ma ji'ta bihi illa udi. S'ka ardhur dikush me këtë të cilën ke ardhur ti, vetëm se është armiqësuar. Dhe kjo është rregull deri në kiamet. Nuk vjen dikush, nuk vjen një dietar, nuk vjen një thels, nuk vjen një musliman me realizimin e asaj me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se krejt kanë me luftua. Çka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka për t'ia huq asnjërit prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në kohën tonë bashkohore, po edhe në gjithë historinë e muslimanëve, nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri tash, kemi raste të shumta gjatë historisë ku ajka e muslimanëve, njerëz më të mirë për muslimanëve, dietar më të dalluar për muslimanëve, janë akuzuar me atë të cilën është akuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në qoftë se na ndodh kjo, nuk duhet muhabit. Nuk duhet muhabit, po kjo të më qenë me pas shpirtin rahat, se inshallah jemi në rrugën e Allah dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, që na mëson neve, kur të vjen hadithi dhe kur të vjen ajeti, duhet mu dorëzua. A ka thënë Allah, sosma u ka kryer ky mohabet. S'ka vakt, s'ka vend për diskutim. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i sakt, u kryi mohabeti. U sos kjo punë. Nuk duhet me i lanë vetes hapësirë për diskutim. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nuk i takon besimtarit e as besimtares që ata të kenë zgjedhje në atë që ka vendosur Allahu. Që ata të kenë zgjedhje, kemi thonë, besimtari dhe besimtarja kanë të drejtë vetëm me pyet, çka duhet me bë? Dhe kur vjen informacioni planës Allahut, duhet me u dorëzu. Kjo është Islami. El-istislamu lillah. Islam do të thonë el-istislam, dorëzim. Me u dorëzu Allahu xhela xhelaluhu. Çish thuaj ti ka me bë? Çka thuaj ti ka me bë? Kjo është Islami. Dhe kështu veproi Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Në krejt këtë të lovin Mekë, i tha vallahi, në qoftë se aje ka thonë çka të fjalë, të vërtetën e ka thonë. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pjesa e Isras dhe Mirajit. Inshallah vazhdojmë me lejen e Allahut nesër me pjesë të tjera, me kapitujt të tjera, paraqitja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fisëve arabe, fillimi dhe përgatitja dhe parapërgatitja e terrenit në Medinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pak para hijretit, dhe pastaj vazhdim hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu Allahu që Allah na mundson të lexojmë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të përfitojmë. Na mundson Allahu të kapim mësimet, urtësitë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se aty varet xheneti jon, për shkak se Allahu thënë në Kur'an, ju e keni shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mëson më smiti se çysh me e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mëson më smiti se si praktikisht me e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.